Në një prononcim të dhënë, analisti politik Gani Qari ka shprehur shqetësimin e thellë për intensifikimin e aktiviteteve të shërbimeve të huaja të inteligjencës, veçanërisht të BIA-s serbe, brenda territorit të Kosovës, duke theksuar përfshirjen aktive të bashkëpunëtorëve shqipfolës në këtë veprimtari. Kohëve të fundit jemi dëshmitar se Serbia përmes bashkëpunëtorëve shqipfolës të shitur është gjithnjë e më shumë e pranishme në vendin tonë. Agjencia e Inteligjencës serbe BIA ka aktivizuar agentët e saj në terren, të cilët përmes elementeve lokal që kanë shitur shpirtin për dinar serb, po zhvillojnë një spionazh aktiv dhe të mirë organizuar brenda vetë Kosovës, deklaroi Qari. Ai përkujton rastin e arrestimit të 2 spionëve të dyshuar shqipfolës nga Ferizaj, Bedri Shabani dhe Muharrem Qërimi, të cilët sipas Qarit, për më shumë se një dekadë ishin përfshirë në aktivitete të spionazhit në favor të Serbisë. Njëri punonte në doganën e Kosovës, ndërsa tjetri ishte hetues për krime të rënda në policinë e Ferizajt. Dosja e tyre që i lidh me Rosiqin, zyrtar i lartë i BIA-s dhe ish operativ i serb në vitet e 90-ta, është e rëndë dhe voluminoze. Ata shërbyen për më shumë se 12 vjet për shërbimin sekret serb, thekson Qari. Por Qari paralajmëron se këto nuk janë raste të izoluara, duke përmendur arrestimin e fundit të Hysëri Selimit nga Kaçaniku, një tjetër shqiptar i rekrutuar nga BIA, por kësaj here edhe me prirje islamike ekstremiste. Arrestimi i Hysëri Selimit më 6 maj 2025 është një sinjal alarmues për lidhjen midis ekstremizmit vetar dhe agjentëve të inteligjencës serbe. Ai jo vetëm që bashkëpunonte me BIA-n, por ka mbledhur informacione për zyrtarë të lartë politik dhe për institucionet e sigurisë në Kosovë, duke i transmetuar ato te BIA në Serbi. Ky individ është pajisur me pajisje të sofistifikuara komunikimi dhe është paguar për shërbimet e tij, çka dëshmon seriozitetin e përfshirjes së tij në rrjetet të huaja spionazhi.